Sot me dhimbje të madhe i u dha lamtumira fundit heroi të heshtur të punëve të mëdha, siç thanë sot me rastin e varrimit të Lumni Lushaj, në mbledhjen komemorative të organizuar nga kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, ku morën pjesë disa qendra personalitete dhe salla kulturës në Gjonaj ishte e vogël për t'i pranuar të gjithë. Në këtë komemoracion ishin të përfaqësues të shteteve të Kosovës, deputet, ish deputet, përfaqësues nga Kroacia, nga qeveria kroate, nga Shqipëria, ashtu dhe ushtarakë, kleri fetar e shumë pjesëmarrës nga gjitha hapësira shqiptare. Fillimisht këtë komemoracion e hapi kryetari i Dekës së PDK-s Përhas Ademorina për t'ia dhënë fjalën kryetarit të komunës së Prizrenit Shaqir Totaj, i cili duke folur në mes tjerash tha se Lumi, miku im, ishte tepër i madh në veprime, ishte heroi heshtur që pati strategjinë e luftës dhe paqes. Lumi nuk ishte thjesht një njeri i zakonshëm. Ai ishte një simbol i përkushtimit dhe dashurisë dhe i humanizmit. Ishte gjithmonë aty ku populli dhe detyra kërkonte, duke përballur me sfida më të vështira, me kurajo të fortë dhe humanizëm të pashoq. Kam pasur fatin ku më shumë se 15 vite të rrugtojmë së bashku, duke u frymëzuar nga një njeri i cili në asnjë mënyrë nuk shihej lodhje dhe pesimizëm, por gjithmonë optimizëm, forcë dhe pozitivitet. Ai na mësoi se suksesi i vërtet nuk mathet me atë që arrijmë për veten, por me atë që bëjmë për të tjerët. Lumin e kom njoftë prej se kom hyrë politik. Një njeri me energji të jashtëzakonshme. Një njeri me një vizion të qartë edhe me një përkushtim të pashoq. Asnjëherë nuk kemi vret asnjë dilemë për sa i përket përcaktimit, vizionit edhe përkushtimit për realizimin e atij vizioni. Një individ i cili në aspektin familjar ka qenë shembull. Në aspektin kombëtar ka kriju standarde të reja se si duhet të dojmë aldheun edhe si duhet të jemi të përkushtuar për të çuar përpara vizionin tonë. Në aspektin social, një individ me një energji të jashtëzakonshme, një individ me një potencial të jashtëzakonshëm, kreativ edhe pozitiv, një person i cili ka mendu veç mirë edhe i cili ka mendu veç me i ofru njerëzit mes veti. Një person hiperaktiv, me një energji të jashtëzakonshme, një person i cili ashtu qysh ka jetu, ashtu edhe përfundoi jetën. Ka jetu shumë shpejt. Prandaj edhe po largohet nga kjo botë shumë shpejt. Për mua, po edhe besoj edhe për ju do të jetë një humbje e madhe. Megjithatë, familjes së pari është për ngushëllime, po gjithë juve të tjerëve. Në emër të veteranëve të luftës, lamtumirën e fundit bashkëluftëtarit të UÇK-s si ia dha kryetari i shoqatës së veteranëve në Prizren, Isa Berisha. Sot jemi mbledhur të pikëlluar me zemër të rënduar, sepse humbëm një njeri të madh, një veprimtar, të pajepur, një veteran të devotshëm, një humanist të rrallë dhe mbi të gjitha bashkues të njerëzve. Lajmi i përndarën nga jeta e Lumni Lushajt nga tronditi të gjithëve në Kosovë dhe jashtë saj. Sepse ai ishte njeri që nuk ndike duke punuar dhe duke vazhduar, por mbi të gjitha ishte një njeri që dinte të bashkonte. Dhimbja më e madhe padyshim është e familjes, por ne jemi sot këtu për të ndarë këtë dhimbje, për të qenë pranë tyre. Dhe për të thënë dhe për t'i dhënë forcë familjes dhe shokëve të tjerë që humbën këtë njeri të madh. Të flasësh për Lumin është vështirë, sepse kontributi i tij i madh ka dimensione të shumta. Ai nuk ishte i asit, ai ishte në ballë të çdo detyre që e kishte të bënte në organizimin e luftës, me zhvillimin e saj, me çlimin e popullit shqiptar dhe mbi ndërtimin e Republikës së Kosovës.
Për figurën e Lumni Lushaj ka folur edhe deputeti Ferhat Shala, i cili tha se ai është strateg i heshtur i punëve të mëdha, mjeki i Hashim Thaqit e Kadri Vesilit. Ishte gjithçka që është quajtur liri. Na iku, por na la humanizmin e tij, atë dashurinë, respektin, na la miqësinë me shumë njerëz. Na iki ambasadori i paqes, i humanizmit. Na iku ambasadori i miqësisë, i familjeve tona. Ai vërtet ishte ambasador edhe i Kosovës, edhe i Kroacisë, edhe i miqësisë tonë historike e çlirimtare. Na iku bashkëluftëtari dhe bashkëveprimtari Hashim Thaqit, Kadri Veseli. Na iku për të mos vdekur kur. Na iku ndjes pas lumi, e lumi ishte lum. Që është e vërteta, lumi nuk ikën. Ai rrjedh dhe vazhdon rrjedhën e vet. Lumni Lushaj vërtet ishte lum. Një lum që i shërbeu dhe u jiti këtë tokë, këtë shtet, këtë liri, në çdo periudhë të jetës së tij. Lumni Lushaj ka qenë dhe na sillte freski, dashuri për njeriu, për familjen, për atë dheun. Tani lumi vazhdon rrjedhën e tij deri në amshëm. Lam të mirë, heroj heshtur, Lumni Lushaj. Derisa ish ambasadori i Shqipërisë në Zagreb Pëllum Bëqazimi, ka ndarë disa evokime për punën e madhe që ka bërë lumi me ushtrinë shqiptare të Kroacisë për të ndihmuar Kosovën. Të ish ushtarakëve aktiv të Shqipërisë dhe të gjithë atyre njerëzve në Shqipëri që e kanë njohur apo kanë bashkëpunuar me lumin, lutem pranoni ngushëllimet e tyre të sinqerta. Ngushëllimet sinqerta për familjen e lumit, për gjithë të afërmit e tij, për njerëzit banorët e Gjonajt, të Asit në tërësi, të Prizrenit dhe të gjithë Kosovës. Ngushëllime të sinqerta për veteranët e luftës, për bashkëluftëtarët e tij në Republikën e Kroacisë, për klerikët që ndodhen edhe këtu në sallë, për institucionet e Kosovës, për popullin e Kosovës. Lumiun e kam njohur si njeri fisnik. Është i pashëmbullt, me kontributet shquara për lirinë e Kosovës, me kontribute të vyera në luftën për pavarësinë e Kroacisë, me kontribute të drejtë për drejta, si veprimtar i devotshëm për diasporën shqiptare në Kroaci dhe në vende të tjera. Kurse delegacioni i ardhur nga Kroacia me këtë rast ka folur zotri Barbarić, duke kujtuar meritat e Lumni Lushaj si një nga personalitetet të mëdha të kombit shqiptar e i nderuar i veçantë i Kroacisë. Kurse për veprën dhe jetën e Lumni Lushajt folin e gjatë Qoqaj, i cili tha se ai ishte hero, humanist e mbi të gjitha adhetari pa epur për liri. Nuk ka vepër që është bërë në has e gjetiu, në fushën e infrastrukturës, që nuk ka kaluar përmes dorës së lumit. Nuk ka asnjë pajtim ndërpartijak që nuk ka negociuar lumi për të ardhur ai pajtim. Me humbjen tënde o lum, jo vetëm familja jote, por gjithë shoqëria jonë humbi një njeri të rrallë. Kosova humbi një bir të vetin të devotshëm. Kroacia humbi një mik besnik. Diaspora shqiptare humbi një shtyllë të rëndësishme të aktivitetit kombëtar. Por vepra jote nuk shuhet. Shembulli yt nuk harrohet. Emri yt lum do të jetojë gjatë në zemrat tona, si ujërat që rrjedhin e nuk ndalen kurrë. Për babajnë e saj me emocionet të veçanta foli edhe bia Djelza, e cila tha se babai ishte hero dhe ishte i të gjithëve. Sot jam këtu për të nderuar babin tim, Lumni Lushaj, njeriu që ka qenë zemra e familjes sonë dhe një figurë me vlera të mëdha për shumë njerëz. Këtë ditë kemi parë qartë se sa shumë është dashur dhe respektuar. Çdo shkrim, çdo koment, çdo kujtim që njerëzit kanë ndarë e tregon të njëjtën gjë. Se ai ishte njeri që gjithmonë dha
që ndihmoi që u gjend pranë të gjithëve, pa kërkuar kur asnjë në këmbim. Kjo ishte forca e tij, kjo ishte zemra e tij. Për mua, ai ishte shembull i njerit të drejtë, të butë dhe të përshkushtuar. Ai na mësoi të jetojmë me dignitetë, me mirësi dhe me punë të ndershme. Shaqe Lushaj, vëllau i lumit, falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në këtë ceremoni lamtumirëse. Sot është më lehtë fal jush, sepse po shohim se sa shumë e ka dashur, vlerësuar dhe respektuar lumin. Në Kosovë, në Kroaci, kudo ai që veproj. Ju falenderoj nga zemra për kujtimin, për respektin dhe për rrugën që keni bërë për të qenë me ne. Pas së kësaj, mira qytetar morën pjesë në ceremoninë e varimit, përderisa pas rritit fetar për herë të fundit u nda miku i tij jetës General Hisan Berisha, ku pastaj filloi varimi i bërë me ceremoni ushtarake nga ushtarët e FSK-s, sepse ai ishte veteran i UÇK-s. Emri Lumni Lushaj do të mbetet gjatë në kujtesën e mira njerëzve, sepse ai ka bërë shumë për të gjithë e më së shumti për lirinë e Kosovës. Allahu Akbar.